Kishin dalë për të mbledhur rrjetat, por rezultojnë të zhdukur në det. Dy peshkatarët Avni Shahina, 42 vjeç, dhe Bekim Mançina, 30 vjeç, me origjinë nga Kuksi dhe banim në sektorin Rinia në Durrës, rezultojnë të zhdukur që prej pasditës së djeshme. Në mungesë të kontaktit me të afërmit e tyre dhe vonesës në kthim, familjarët kanë denoncuar humbjen e dy peshkatarëve në polici. Fqinjët tregojnë se kontrollet gjatë natës janë zhvilluar vetëm nga policia e Shijakut, ndërsa gjatë ditës së sotme ka nisur kontrolli në det nga rojat bregdetare dhe policia e kufirit. Harqë shka ora 8. Nërsa policia? Kanë qenë këto ata. Këtu kanë ne. Ka ndonjë shpresë? Shpresat e Zotit veç. S'ka tjetër. Përveç policia, e Shijaku tjerët janë të mbarë me unë tjerës. Edhe helikopteri dhe forcat speciale të fëshërnesa, që i thonë ata nuk kanë orë, se se kanë mend. E kanë mend të elektriku. Ja të njësim i të nuj. Bolë që shteti halas ka dhe policia. Për të lokalizuar vendodhjen e dy peshkatarëve, të cilët kanë dalë në det me mjetin e peshkimit të llojit Sanale rreth orës 16 të ditës së djeshme. Sot roja bregdetare dhe policia e kufirit po zhvillon kërkime në det me anë të gjitha mjeteve në dispozicion, si të policisë kufitare ashtu edhe të rojës bregdetare. Ndërkohë në tokë po patrullohet në këmbë nga efektivat e rendit dhe banorë të zonës, por pa mundur të bie në gjurmët e dy të humburve. Sipas policisë, kërkimet po zhvillohen në një perimetër prej 4 miljesh nga bregu, por deti që arrin forcën 5 ballë vështërson operacionin e kërkim shpëtimit. Ndërkohë në operacionin e kërkim shpëtimit janë përfshirë edhe polumbarët e Reneas.